dhe viti 2025 shënon një zgjerim të rëndësishëm, 3.5, 3.7, 3.9 pret ministri pak më herët, ndërkohë që inflacioni mbetet në nivele të ulta, me thënë drejtën brenda objektivit Bankës së Shqipërisë, ndërkohë akoma eksportet vazhdojnë të rriten dhe natyrisht në aspektin buxhetor lajmet janë në përputhje me këto zhvillime ekonomike. Veçanërisht sa i takon realizimit të ardhurave, të cilat janë më shumë afërmend se sa një vit më përpara, por janë edhe më shumë se sa plani, veçanërisht në pjesën e sigurimeve shoqërore e që i bëjnë mirë asaj skeme në tërësi. Deficiti buxhetor mbetet në nivelin e programuar, ndërkohë që rregullat e artë buxhetit respektohen deri në fund. Në gjithë të panoram, rezerva e vetme që unë kam ka të bëjë me dy sektorë të rëndësishëm të ekonomisë kombëtare, me sektorin më të gjerë të saj, që është bujqësia që vazhdon të numëroj vitin e disat, jo më 3 mujorin, po vitin e disat me rënje, dhe natyrisht sektori tjetër që është sektori etik në çdo vend, për ekonominë e çdo vendi që ka të bëjë me industrinë, që shënon në rënje gjithashtu, duke hedhur dyshime me një rimodelim të ekonomisë kombëtare, i cili do e mos nuk mund të jetë pa këto dy sektorë të rëndësishëm të saj. Duke referuar aktit normativ, natyrisht ajo pjesë e treguese të tij mbetet në përputhje me ligjin, dhe natyrisht sjell vëmendje faktin që buxheti nuk i bëhet barr ekonomisë kombëtare. Kjo është shumë e rëndësishme, veçanërisht për një qeveri, po ama ka të meta të cilat kërcasin edhe në këtë akt normativ, e unë do mundohem të sjell në evidencë për qëllim që viti ushtrimor që ka nisur financiar, viti 2026 të reflektojë sa më shumë të jetë mundur nga ato që po verifikohen vit për vit në fund të tij. Patjetër që akti meriton lëvdim sa i takon shpërblimit dhënë për shtresat të nevojë, veçanërisht ata me ndihmë ekonomike e më tutje, të gjitha ata me aftësi ndryshe që nuk menaxhohen apo nuk administrohen nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, që kësaj radhe përfitojnë apo morën, ta themi mirë, sepse shifrat që jep ministri e kanë çuar këtë shumë drejt ezaurimit të saj, plot, pra janë paguar, dhe në krahun tjetër çdo shpenzim tjetër që shkon veçanërisht për organet e rendit publik, Policinë e Shtetit, që vazhdon të shërbejë me përkushtim në raport me qytetarët, po edhe përballë politikës, veçanërisht edhe përballë akteve dhunshme përkundrejt saj. Krahun tjetër, unë vazhdoj të mendoj që praktika e akteve normative vlen në momentin që bëjnë rregullime për të mos humbur asnjë qindark nga parat publike. Por nuk vlen në momentin që materializojnë shpenzime të cilat nuk kanë duk, nuk kanë vlerë. Dhe janë disa të tilla pikërisht në këtë akt. Do doja të thoja faktin që nëse për realizimin e të ardhurave është evidente fakti që po mblidhen më shumë të ardhura pa rritur tatimet edhe taksat, në krahun e shpenzimeve publike vazhdojmë për të disatin vit rresht të kemi mos realizime. Do doja të thoja që për vitin 2022 kemi 16.2 miliard lek mos realizime, në vitin 2023 31.0.6 miliard lek mos realizime, në vitin 2024 22.7 miliard lek mos realizime dhe 2025 do të mbyllet tek 30 miliard lek mos realizime. Të gjitha bashkë në arkun e 4 viteve bëjnë diku ke 1.2 miliard 1.2 miliard euro, mirë thash, dhe që janë thuajse një buxhet i plot investimesh publike. Gjë që sjell vëmendje faktin që janë shumë para publike të cilat nuk realizohen në harkun e një viti buxhetor. E dyta që dua të them, pavarësisht se kolegët e mi po edhe ministri mendojnë që këto janë kursime, në kuptimin specifik të fjalës, në kontekstin ekonomik, patjetër që kursime nuk janë. Janë mos përdorimi i parave publike. Fjala bie. Në sektorin e shëndetësisë, unë nuk mendoj që termi kursim qëndron. Sa kohë që gjithë bashkë kemi rënë dakord për vite të tëra me radhë që parat në sektorin e shëndetësisë
nuk janë të mjaftueshme, madje mungojnë, nuk mundet që ne të kemi kursime në Ministrinë e Shëndetësisë, veçanërisht në zëra të tillë etik siç janë shpenzimet operative, po në krahun tjetër edhe shpenzimet për një proces që është themelor për shëndetin publik e që ka të bëjë me vaksinimin e popullsisë, dhe veçanërisht asaj pjese të popullsisë që është më në nevojë, e që janë të miturit. Duhet kuptojmë që çdo kursim këtu nuk janë pak, janë gati 1.4 milion euro të kursyera këtu, përthyen 2 herë në shpenzime publike në sektorin e shëndetësisë. Si sëmundje të cilat për fat mirë mbrohen 100% përmes vaksinave. Kjo politika që mbështetet në teori konspirative e që godet shumë rënd shëndetin publik në këtë aspekt, veçanërisht duke orientuar prindit mos përdorin vaksinat, përthyet jo vetëm në shëndet të dëmtuar për fëmijët, por në krahun tjetër përthyet edhe në shpenzime publike më të mëdha në sektorin e shëndetësisë. Për të ardhur tek një element tjetër që është shumë i rëndësishëm, Ministri i Bujqësisë është këtu. Edhe një herë që unë dua ta lëvdoj nuk është. S'kam ç'ti bëj, po më vjen mirë që parat janë shtuar në sektorin e bujqësisë. Është viti i parë që niveli i mbështetjes buxhetore arrin në 6.4 miliard lek dhe më vjen mirë gjithashtu që fondi është realizuar thuajse 100%. Nga thesari ka shkuar në bank, janë pagesa që ta dëgjojnë njerëzit, janë pagesa që nga banka duhet shkojnë në xhepat e qytetarëve. Por ama, ajo që më shqetëson ka të bëjë me faktin që kanë ndodhur fatkeqësi natyrore të mëdha në harkun nga korriku deri në janar dhe natyrisht bujqësia ka marrë një goditje të konsiderueshme. Në verë, goditja për bujqësinë erdhi në 2 zona të rëndësishme, siç është Gramshi, sa i takon Blegtorisë, dhe Delvina, sa i takon Blegtorisë dhe frutikulturës, dhe natyrisht duhet paguajmë për to. Ma habiti Ministri i Mbrojtjes kur tha që janë kaluar parat për të shlyer këto dëme të shkaktuara, veçanërisht për baktit, po edhe për frutikulturën, sepse në buxhet unë nuk i gjej. As në relacion, as në seancën që zhvilluam në komision nuk ishin. Në krahun tjetër, për mbytjet e kombinuara me ngricat në nëntor dhe në janar kanë goditur zonën më prodhuese të vendit. Duke filluar nga sipër, nga Shkodra në Obote, në nën Shkodër për të vazhduar në Zadrim, për të mbritur në Durrës, për të zbritur pastaj në zonën më prodhuese të vendit sa i takon serave, zonën e bashkisë Sur Vajgurore, në krahun tjetër zonën e bashkisë Kuçov sa i takon Kozarës, për të shkuar në Fier, e që natyrisht janë zonat më prodhuese, është ekonomia më e madhe e prodhimit në sera. Dhe keni parasysh, janë bjell 2 herë nga nëntori në janar. U përmbytën, u dëmtuan një dynym vetëm për kosto bime dhe kosto plerimit parë, kushton 1.200.000 lek, një dynym. 1 hektar shkon 12 milion dhe e mbjell nga 2 herë shkon 24 milion, që është dëmi që është bërë një fermeri që ka 1 hektar serë dhe që natyrisht duhet paguhet plotësisht. Në rast se ne duam që në verë të hamë domate, kastraveca, speca e kështu me radhë, po edhe ata njerëz të kthehen e të mbjellin për të marrë para nga ekonomia e tyre. E fundit gjë që kam lidhet drejt për drejt me një akt tjetër që materializon akti normative që ka të bëjë me kalimin e të gjitha parave që nuk përdoren në vitin buxhetor 2025 në llogarinë e pensioneve në Bankën e Shqipërisë për politika pensionesh. Në fakt, siç ju thash, është e kaluar plani i të ardhurave nga sigurimet shoqërore, kjo është një ardhur tjetër, dhe natyrisht to para që shkojnë tek pensionistët, patjetër që bëjnë mirë. Dhe do ishte mirë që të shkonin atje. Qeveria thot 15 miliard, ndërkohë që unë mendoj që deficiti nuk është realizuar për 30 miliard. Dhe këtu dua të them 2 gjëra. E para mbi gjitha t'i kërkoj kryetarit grupit tim parlamentar. Si të votoj sot kryetar? Se është propozimi im ky. I votuar kundër. Vetëm pak ditë më përpara. Dhe e dyta që është shumë e rëndësishme, këtu ka para të tjera për t'i çuar, për të paguar dhe shlyer detyrimet. Faleminderit zoti Braçe.
Zoti Braçë, mbaroj koha. Zoti Braçë, ju lutem. Zonja Tabaku, përgatitet zoti Bido, Ardit Bido. Replik zoti Balla. Tani, unë jam plotësisht dakord me shqetësimet që ngrihen për t'ju gjendur pranë banorëve, bujqve,